humanitare, po ndërkohë edhe marketet humanitare ose dyqanet sociale që i kemi 5 në Kosovë, i furnizojmë prej kësaj pike. Këtu kemi pako të gatshme ushqimore, por kemi edhe refuz ushqimore, si që është mielli, fasulja, orizi, makaronat, sheqeri, vaji, kështu me radhë. Kështu pra është sektori i ushqimeve në depon tonë. Sa t'jep kënaqësi kjo punë? Po kjo, na e bëjmë me shumë pasion këtë punë, krahas edhe obligime tjera që i kemë, gati edhe në teren komplet që ka i kemi ekipën tonë, që janë mbi 30 koordinator, krejt e thonë që të fjalin që përthejme ne. Krahas angazhime dhe punë e bëjmë me shumë pasion edhe me shumë dëshirë, sepse kur ne mundohemi të bëjmë mirë të dikush, atëherë ndjejmë një kënaqësi edhe shpirtërore, po padyshim synimin e kemi edhe për ahiret, se edhe në botën tjetër do të shpërblemi për këtë punën që e bëjmë. A ndjeni bereqetin e shoqatës bereqeti? Do më thonë me hynë ata jetin kuranor që qenë ka i citum, po më ndoj i shënum në këtë baner. I shtoj ati shumë fish ata. Pa dyshim. A vreni atë shumë fishin e punës t'juve? Pa dyshim. Nëse e marrë edhe personale, sepse jam mbi 15 vjetë aktivist në shoqatën bereqeti, të mirat i kumë po shumë fish tanë, shumë anshme, bollosh që respektin dhe atë që na japin njerëzit kudo që jemi, kur thojmë se këta janë humanist, këta janë bereqet, këta janë punojnë bereqet, kjo neve na motivon që me kon falenderus ndaj Zotit që na ka mundësu me punu këtu edhe sa do pak me kontribu në këtë rrugën e humanitetit.